Joz Marku ka ndar një moment të veçantë në rrjetet e tij sociale, ku ka treguar se është kontaktuar nga një maturant me një kërkesë mjaft të sinqertë. "Më gjej një makinë për maturë se s'kam." Duke mos e mohuar dëshirën, Joz Marku ka bërë të mundur që djali, i quajtur Kristian, të shkojë në mbrëmjen e maturës me makinë luksoze, siç ai kishte ëndërruar. Në një postim në Instagram Story, ai shkroi: "Suksese për Kristianin dhe të gjithë maturantët. Jam i lumtur që më kontaktoi dhe iku në maturë siç donte. Mirënjohja nga maturanti nuk mungoi." Në një mesazh falënderimi, ai shkruan këto fjalë Jozit: "Shumë faleminderit Joz, dhe nëse je i lirë të presim sonte, je i ftuar nëse dëshiron 15 minuta, thjesht të ishe prezent do doja, meqense ke bërë një gjë kaq me vlerë për mua." Nga ky veprim i Jozit, fansat kanë ngelur mjaft të kënaqur, ndërkohë që Jozi ka treguar një anë tjetër të tij.